Një grua inteligjente nuk ka nevojë t'i ngjajë askujt. Ajo është vetvetja. Në këtë botë të madhe kopjesh, ajo është vetë shkrimi origjinal i saj. Kjo është gruaja. Gruaja për të cilën kanë folur të tjerët në vend të saj. Më duket se ka ardhur koha të flasim vetë për veten tonë, të përcaktojmë ku e kemi vendin dhe jo të na i thonë të tjerët ku është ajo. Prandaj, miku im, mendohu mirë, nëse do një grua inteligjente në jetën tënde, pyet e veten, a je gati të futesh në jetën e saj? Sepse një grua inteligjente nuk do një lider, nuk do një burr që zgjedh, do një partner, do një bashkëpunëtor. Ajo nuk ka nevojë të adhurohet. Ajo e di rrugën e saj. Madhështia e saj nuk është në lavdi, është thjesht në të qenurit njeri, në botën që për ditë dhe më shumë po ç'bëhet dhe po bëhet shnjerzore. Kjo është gruaja. Kjo është apologjia e gruas për të cilën dua të flas sot. Për gruan e vërtet, të brisht, të mençur, të pathyeshme, të heshtur, e cila e vetmja ajo mund të mbajë të gjithë botën dhe të dhurojë sërish dashuri.